Dhjetra shqiptar janë sulmuar nga një grup ekstremistësh serb në vendin e quajtur Qeshmelug, që ndodhet në veri të Mitrovicës, përkatësisht në lagjen e Bosnjakëve. Bëhet e ditur se nga sulmi me armë zjarri, 3 shqiptar janë lënduar, ndërsa për 3 të tjerë nuk dihet se ku janë. Në fakt kanë qenë rreth 7 ekstremistë serb, të cilët të maskuar me 3 vetura, kanë shtënë me armë zjarri ndaj shqiptarëve, që ishin duke punuar në kuadër të një projekti të USAID-it për pastrimin e lumit Tiber. Si pasojë e kësaj, 3 qytetarë shqiptar janë lënduar dhe po trajtohen në qendrën e mjekësisë familjare në Mitrovicë, kurse për 3 të tjerë ende nuk dihet se ku janë. Ndryshe, situata në lagjen e Bosnjakëve është e tensionuar pas bllokadave që bën ekstremistët serb për gjithë pjesën veriore dhe provokimeve të herpashershme ndaj shqiptarëve. Ndërkohë, jashtëquajturi ministër për Kosovën, Goran Bogdanović, ka hyrë ilegalisht në Kosovë dhe ka vizituar të plagosurit në spitalin e Mitrovicës. Gjatë vizitës ka qenë shoqëruar me masa të rrepta të sigurisë. Ilegalisht në Kosovë ka hyrë edhe Slobodan Samardžić, nënkryetari i Partisë Demokratike të Serbisë Vojislav Koštunicës, që ka qëndruar në Mitrovicë. Samardžić ka theksuar se me ardhjen e opozitës në pushtet, Kosova nuk do të ndahet dhe se serbët nuk do të vuajnë. Ne kemi dënuar dhe dje dënojmë edhe sot dhunën e ushtruar ndaj KFOR-it dhe EULEX-it dhe çfarëdo lloj dhune që mund të përdoret nga kushdo qoftë, do të ketë ballafaqim të vazhdueshëm me strukturat ilegale dhe kriminale. Qeveria e Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin e veri, përkundrazi do të jemi pranë tyre dhe do t'ju shërbejmë të gjithëve. Duhet armasjo basa fare do të me pas qetësi, ran, rregull, kada nështë atë diçka bëhet mirë. Ata janë ushtarak, nuk janë politik dhe nuk do të mirët kjo se KFOR-i ka përdorur dhunë ndaj tyve, por kjo do të mirët sepse ata i takojnë aspektit të ushtarak dhe ashtu qysh jo kundërvesh ashtu të përgjigjen. Është e drejtë e KFOR-it normal të mbrojnë vetveten.